Sot përërojmë zyrën e shërbimeve, e cila është një prej zyrëve më moderne që tashmë kemi me hi mbrana dhe me pa. Ideja është që shërbimet ndaj tatim paguesve t'i ofrojnë në një vend sa më të afër që të janë të qasshme për secilin kategori shoqërore ose tatim pagues. Në frymen e kësaj ne nuk po rrisim vetëm shërbimet që ka qenë ideja jonë kryesore që më shumë shërbime më pak ndëshkim, po edhe në anën tjetër po rrisim edhe kapacitetin profesional të ATK-s në pjesën operative që së fundmi, siç e keni pa, kemi hapur edhe një numër të konkurseve diku prej 80 pozitave që kanë qenë inspektor të ri. Në anën tjetër, në vlerësimet e performancës së brendshme, kemi bë identifikimin e stafit më të mirë të ATK-s që kanë me bë mentorimin e këtyre stafit të ri që vinë, në mënyrë që përveç shërbimeve që të rriten edhe kapaciteti operacional i ATK-s që detyrat tona të kryjnë me nder e përgjithësi dhe në kohë reale. Pa ju marrë kohë shumë, kisha dashur me ftu edhe ministrin për një fjalë në raste, e më andej tim dhe shumë edhe objektin se çka kemi bërë, çka kemi punuar këtu. Është kënaqësi që sot gjendemi këtu, pra në hapjen e zyrës së re për shërbim ndaj tatim paguesve. Është e rëndësishme që administrata tatimore deri më tani ka bërë shumë punë, edhe ne si Ministri e Financave jemi munduar që të gjitha shërbimet apo aq sa ka qenë mundur të digitalizohen, pra duke filluar prej rritjes së gamës së shërbimeve që mund të ofrohen në mënyrë digjitale, pa pasur nevojë tatim paguesit vifare. Pastaj kemi pasur edhe digitalizimin e arkave fiskale që tash së fundmi pra është lansuar. Por për ato shërbime që ende nuk mund të bëhen në mënyrë digjitale dhe ende ka nevojë pra prania fizike, po mundohemi që edhe zyret pra të afrohen sa më afër tatim paguesve. E kjo sa më afër pastaj ka edhe disa avantazhet e veta, se siç po e shihni, pra ka edhe zhurmën e veturave që janë përreth, por kjo është arsyeja se ndërtesa është në qendër të qytetit. Pra sa më afër tatim paguesve, aq më mirë, e po besoj që edhe do të ketë shfrytëzim dhe vlerësim edhe nga vetë tatim paguesit sa i përket këtyre shërbimeve. Andaj urime edhe një herë dhe punë të mbarë. Faleminderit. Hajde, do të mbarë.